575 vite më parë, më 26 prill, në manastirin e Ardenicës u organizua martesa e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu me Donikën, një ngjarje që mbetet ndër më të rëndësishmet në historinë shqiptare. Për të përkujtuar këtë ditë, Bashkia e Lushnjës riktheu traditën e dasmës së Skënderbeut. Dy të rinj të veshur me kostume popullore të kohës simbolizuan çiftin dhe realizuan ceremoninë e kurorëzimit brenda kishës së manastirit, duke rikrijuar atmosferën e vitit 1451. Në këtë aktivitet u sollën në kujtesë dhe flamujt e principatave shqiptare, si ato të Kastriotëve, Arianitëve, Topijajve, Balshajve dhe Dukagjinëve, duke theksuar unitetin dhe trashëgiminë historike të vendit. Kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa u shpreh se aktivitete të tilla i japin mundësi brezave të rinj të njohin më mirë historinë dhe traditat e qytetit të tyre. Në 26 prill të vitit 1451, heroi jon kombëtar Skënderbeu, bashkë me Donikën, kryen ceremoninë fetare në këtë manastir, në manastirin e Ardenicës, i cili është dhe monumenti i trashëgimisë kulturore më i rëndësishëm i bashkisë sonë. Dhe sot, pas 575 viteve, në mënyrë simbolike, ne me fëmijët e qendrës sonë kulturore të fëmijëve improvizuam këtë dasëm, jo vetëm për t'i bërë një promovim sa më të mirë këtij manastiri, i cili është shumë i vizituar, sidomos nga vizitorët e huaj, por patjetër edhe për të kujtuar historinë dhe për ta transmetuar atë në brezat e rinj. Ndërsa profesor Shahin Petritaj theksoi se qëllimi i këtij organizimi është të mbajë gjallë kujtesën historike dhe të forcojë lidhjen e të rinjve me figurat kombëtare. Çdo 26 prill, më thënë këtu në manastirin e Ardenicës, që supozohet disa të dhëna të pakta, thonë që Skënderbeu bëri kurorëzimin, më thënë si fejesës këtu në manastirin e Ardenicës. Edhe Bashkia e Lushnjës duke parë, më thënë, duke njohur historinë, duke e ndjekur dhe për trashëgiminë e këtyre vlerave të mëdha shqiptare, mendoj që ta bënte si një ditë përkujtimore, më thënë, këtë për historinë e Skënderbeut me martesën me Donikën. Edhe faktet flasin që rruga që vinte nga Kanina, natyrisht që kalonte këtej dhe ishte një pikë strategjike e Ardenica. Natyrisht që kjo festohet në mënyra të ndryshme, sot ishte një përkujtimore e thjesht, e realizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, me një inskenim të thjesht, të bukur, e cili karakterizon dhe jep sinjalet që kjo fest ngelet gjithmonë për bashkinë tonë. Kjo fest po kthehet tashmë në një traditë të përvitshme për Lushnjën, ndërsa Ardenica mbetet një nga atraksionet turistike më të rëndësishme të zonës, ku po i kushtohet një vëmendje veçantë promovimit të turizmit.